Unë mendoj që Shqipëria, që ta bëjmë pak se Shqipëria ka pas atë që quajmë ne flasim gjithë ditën sot elitat intelektuale, unë mendoj që ka pas elita Shqipëria, elita me përgjegjësi dhe i kanë vu zemrën, shpirtin, pasurinë të Shqipërisë, ka pas në 1378 lëvizja e pavarësisë dhe pastaj një pjesë në vitet 35-40 dhe pastaj unë mendoj që nuk kemi pas punë elitash ndërgjegjësuese. Kemi pasur një elitë që donte Shqipërinë, por nuk është se është një elitë e qartë për shkak të raportet politike. Po kemi parasysh që lufta e parë dhe lufta e dytë botërore na kapin në një moment ku vetë paqartësia politike dhe ekonomike e Europës e botës ishte një pikpyetje shumë të madhe, dhe kështu që nuk mund të ishte Shqipëria më e zgjuar se këto raporte. Dhe kështu që në raport me logjikën politike të majtë djathtë, më thënë prevaloi koncepti nacionalizmit për vendin. Dhe ata janë burra që të paktën bashkohen në një pikë nacionalist. Pastaj po të lexosh për shembull Seyfi Vllamasin tek ballafaqimi politike, një njerëz që ka qenë ministri i parë i punëve botore, një njerëz që ka qenë kundër Zogut, ka bashkëpunuar me Nolin, ka bashkëpunuar pastaj me Zogun, ton një njerëz që ka lënë kujtime shumë të jashtëzakonshme. Ti kupton për shembull betejën politike që ka pas një lloj fisnike, ka qenë fisnike për shembull që ki parasysh që Zogun e plagosën parlament, Zogu bashkëpunonte me kundërshtarët. Do të thënë arriti në raportin kundërshtarin e vet më të madh bëni ambasador në vendin më do thosh që a e bleu, domethënë mund të jetë dhe kjo, por si ka ditë luaj politik. E kam fjalën që pati një lloj raporti politik që ishte politik ku Shqipëria kishte një lloj barazie edhe me pasaportën dhe me lëvizjet. Tani ç'an do? Edhe leku. Po të vim këtu në këtë lloj pike. Në ajo që pastaj ne u dërmuam, u shkatruam, u rrëzuam, ishte 45-90. Dhe një gjë, thon të lashtët, nuk themi ne. Një gjë që shkatërrohet për 50 vjet nuk mund të ndërtohet për 20 vjet, as për 30.